Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte. Sporton është një emision sportiv me sporte të shumta, me sportistë jashtëzakonisht sportiv. Të cilët me shumë sportivitet do të shpërfaqin aftësitë e tyre sportive nëpër sportet respektive. Sporton. Shtunë dille. Check it out. Mirë se vini në kuadër të intervistave në Sporton në Urban FM në 103.5, e po ashtu intervistat tona mund t'i ndiqni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, e po ashtu edhe në Facebook. Sot do të flasim për sportin e judës, edhe kemi një garuese e cila na ka ardhur prej Slovakisë me 2 medale, është Ana Sopjani, e cila vjen me sukses të dyfisht nga Grand Prix-ja në Slovaki, dhe kemi me fol me to për këtë turnir i cili ka pasur afërsisht 900 garues, ku prej tyre Ana u kthy me 2 medale. Mirë se kjo ardhana dhe faleminderit që je pjesë e emisionit sportiv. Mirë se ju kom gjetë, faleminderit edhe për juve. Po i nisim pak me na tregu për garën, sa ku në shtir, edhe pak a shumë për duelet, sa lufta i ke pas gjatë këtij kampionati, edhe pastaj flasim pra kemi 2 medale që kemi këtu në studi që na e ke sjell, po besoj që s'ka me kon të fundit. Tregona pak për edhe nivelin e garës që shke në Slovaki. Po gara nuk më me thonë që ka qenë shumë e shtirë. Ka qenë normal me stresi që e bën vetën, lufta e parë, derisa të fillon pak me ja marr dorën, mu nxe pak. Po. Derisa të fillon, tani normalisht lufta tjera janë ma qeta, pa stres. Ma atleta. Po. Do më thonë ke marrë pjesë në 2 kategori, U18 dhe U21, ku i ke fitu medalet që edhe po i mbaj. Tregona mas pari sa e përgatit për të gara, se sigurisht e dim që e bëni një farë plan programi, për ndryshe ti e pjesë e klubit judos Polici, që udhëheqet nga Anton Cejna, e dim të gjithë, po sa e përgatit paraprakisht për këtë garë? Po në fillim kom qenë te klubi judos Polici, pastaj kom kalu te klubi judos Policia Kosovës. Normalisht mu përgatit për gara do të gjatë ushtrimeve që i mojna gjatë javës, 3 herë në javë. Normalisht gjatë atyne orëve që ushtrojna, jepu maksimumin, pastaj që me kanë përgatit për gara. Tamam. E përmende 3 herë në javë, apo në edhe kombinime diçka tjetër nështë me fitness ose diçka tjetër, se vjetë që judo është pak edhe sport fizik. Normalisht bujna kombinime edhe me forcë, unë e merrem edhe me fitness edhe me judo. Okej, do më thonë i kitë kombinume edhe normal për shatë edhe vinë suksesit. Mirë, kjo është suksesi i parë i klubit për vitin 2025, prej kësaj gare, na edhe para intervistës diskutum që edhe unë mu njoftu se nuk e kom ditë, në 2 kategori që ke marrë pjesë, tregona pak që shka shku rrugtimi, sa meqe i ke bo, tham sa lufta në kuptimi, do më thonë për me fitu medalën e bronzë edhe të argjent. Qysh ka shku mas pari për të bronzën, pastaj edhe për të argjentën flasim? Po, këm garu 2 ditë, shtunën edhe dilën. Për shtunën këm garu për Group Motion U18, ku luftat, gjithsej këm pas 4 lufta, si s'tash edhe më herët, vetëm fillimi pak i shtirë. Vetëm stresi ta bën, se jo diçka tjetër, sikur ti e përgatit normal që e din edhe çka të pret. E shtirë nuk ka qenë, por pastaj dillën kur luftova për Group Motion U21, lufta po me thonë pak ka qenë më e shtirë. Nështë edhe për shkak dallimit në moshë për kundërshtarës, po? Po, mirë, për dallimit moshë. Për s'ta me thonë që ka qenë pak më ashti vetëm lufta e parë. Por prapë ke dalë me 2 medale. Mirë, kjo është veç pjesëmarrja e parë për këtë vit. Ana, tregona planet cilat janë për vazhdimin e vitit, ku kam marrë pjesë prapë Ana, ose që shumë planet për gjatë këtij viti, sigurisht e keni mendu. Po, normalisht gjatë këtij viti presim edhe rezultate më të larta, gara të ndryshme, pres si lloj gara më të larta ballkanike e tjera. Presim këto gara më të larta normal me rezultate. Sigurisht varësisht edhe prej kalendarit. Po, çto medale sa të kanë motivu për të ardhmen Ana? Po mendoj në kuptimin a ke vendosur që jeta jote ka me u bazu në sportin e judës? Shumë. Okej. Shumë. Më kanë motivu, me thonë drejtën hala ma shumë. Me vazhdu, mos mundal. Sigurisht pret edhe një rrugë e gjatë, po edhe punë e madhe. Po normal,
me punu shumë, me ushtru ma shumë, përderisa du me mrit diçka ma t'nalt. Do të më përkushtu, sigurisht. Po. Mirë, çush ka qenë themi ai feedback ose çka kanë thonë shoqënia, familja se ndoshta kemi shumë sportista që marrin pjesë në sporte ndryshme, po gjithmonë sjell medalje. Çka kanë thonë shokët në shkollë, familjarë, çush ka qenë ai takimi me ty kur ke ardhur me medalje? Po, normal, më kanë prit shumë mirë, jo ngëzu shumë, sidomos familja, shoqënia, jo ngëzu shumë, po ashtu edhe trajneri. Antoni, po normal, i cili sigurisht ka bu një punë të madhe edhe për me kriju kushtet edhe për ju me ushtru. Pritet mirë se çdo sportist që ka qef me mri mohet ma t'nalta, pritet. Sigurisht. Mirë, kom qef me ditë ana çush ke vendosur me u marrë me sportin e xhodës. Ndoshta në shikimin e parë edhe për prind duket pak edhe agresiv, sidomos për vajza, cilat kryesisht zgjedhin ndoshta themi hajde volejbollin, ndoshta tenisin, si sport individual, po çush ka zgjedh ana me u marrë me xhodo? Po prit moshës të vogël, pes që më kanë fëmijë, pes që moj men veten, gjithmonë më kanë pëlqyer sportet luftarake, gjithmonë. Okej. Edhe normalisht më kanë jep motiv. Më kanë inspiru familja, shko gjodo, edhe fillova për moshës 13 vjeçare deri më tash. Okej, ke pasti naj temi model që e ke shiku, po ma mërmendja që krejt ata që mirën me gjudo, besoj që sukseset që i ka rrit Majlinda, Distria, Nora, ajo rruga që kanë qef me ndjek. A është edhe kjo edhe të te? Po normal, modelet i kena shumë mira, se Majlinda, Nora, Distria, e vojza tjera, e sportista tjerë që po vinë për gjodës, normal i kena shumë mirë. Edhe po besoj që për ty ne inspironi ma shumë të? Shumë, normal, shumë. Të ka ra me qenë në palesër ose dika ku ke mujt me pa pak eksperiencën e këtyne? Po, normal, unë më pej shkoj i mojna kampionatet e Kosovës, i mojna më pej, ka njerë shkojna edhe në ushtrime. Sigurisht që kjo... Kemi edhe kampet ndryshme që i mojna për shembull një javë, që vinë edhe shtete tjera. Okej, sa ndihmon kjo kur qëtë eksperiencë që ka Majlinda, normal që e ka marrë prej tonit tash edhe si trajnere, po edhe garuset që në aktive si Distria, Laura tash edhe Nora normal, sa munësh me mësu për tyne? Sa është e rëndësishme edhe kjo për ty, se kur është dikush që ta tregon rrugën o pak ma letë se sa nëse shkon veç kështu, si me thonë vetë. Për ty në vna, veç të i pa mujna mi mësu, mujna me pas hala ma shumë vullnet, veç të i pa. Edhe për shembull nëse si sportist, ti veç të i pa të motivon për me ushtru, për me merë me diçka. Se suksesit e ty në janë që nuk po shkruan. Tjarë zakonshme, pa diskutim. Po, kur u thënë, ose kur ka mundësi, do më thonë, e diskutum të orë në studio, që sporti gjudës është aj që nga bën krenar, jo veç në aspektin e sportit, po edhe të njohës edhe gjithë shka tjetër, kur diskuton me garus ose njerë që i nje për shteteve tjera, çka thojnë për Kosovën? A ka në që si muhabeti që thojnë, për shembull e keni gjudën shumë të fortë edhe pënzerni halo garus mirë? Po më varet tash për cilit shtet ose me kënd bjen me bollaf, më varet se zakonisht me kënd kena bisedu për veti po folin, me kënd kam bisedu, gjithmonë ka pas fjalë mira për gjudisat e Kosovës, arritjet, sukseset që i kam po. Mirë, falem pak për këtë pjesën se ja ke nis me u marr. Sigurisht që duke u rritur në kuptimin edhe sportiv edhe të rezultateve, ka më ngrit edhe angazhimi jot në judo the 3 herë një, besoj që shumë shpejt edhe ka më rrit edhe më shumë angazhimi. Atë pengon kjo edhe në pjesë tjera të tjetës në shkollë, sepse ti edhe në shkollë besoj që është një farë kombinimi pak i vështirë me kry shkollën edhe pastaj me njek edhe ëndrrën që ki aktualisht si gjidiste. Po edhe shkollë, edhe sport, po ma shumë, muj me thonë drejten, problemet me shkollën vetëm mungesat e këtu. Kur je në përgara? Po, në përgara, vetëm në përgara, se diçka tjetër jo, se për shkak shkollën e kam paradite, ushtrimet në bazdite. Po besoj që edhe arsimtarët, profesorat janë kuptu shumë, janë kuptimin që dinë se ka një garuse me shumë potencial. Mirë, Ana, qka është, them kështu, ëndra jote sa i përket judos? Çka ka
dëshirë, edhe kur është të dëshirë normal që dush edhe me punu shumë për me arrit. Normal, kur thonë kur ka mund, ka dhe fitore. Normal. Ëndra jam është si çdo sportiste besoj mi mri majt më të nalta, medaljet. Cila kish me qenë që ki qefti me pas, po besoj që sot ky koleksioni vetëm, kemi me fol tash edhe pak për medaljet tjera që ke fitu, po cilën ki qef me pas në koleksionin thënë. Cila është ajo më kryesore që tu për mendje ditë kisha pas që me pas aty të shtëpia të ngjith medaljen. Siç dihet tash edhe që unë bo 5 medalje në Kosovë. Olimpike, dëshira jam, ëndra më e madhe është me marrë medalje olimpike. Okej. Përveç këtyre 2 medaleve të vitit 2025, a mundesh më na do disa prej sukseseve më të mëdha që i konsideron ti ose që i ki kështu për qefi, edhe nëse s'është medalje po pjesëmarrje në gara të rëndësishme të gjudës, që mundesh më na me nda me neve? Po kom marrë pjesën edhe në Ballkanik. Kom marrë pjesë në gara ndërkombëtare, kampionate. Niveleve të larta, po besoj që këto veç kanë më shku edhe kanë mushtu të edhe sukseset edhe pjesëmarrjet në garat e ndryshme. Mirë, tregona pak cilat janë të mirat e gjudës. Ata që kanë me po intervistën, e thash ndoshta në synin e prindve sidomos kur dojnë me qu fëmijët e tyre, ndoshta do këtë pak agresiv, po çka janë ato të mirat e gjudës që edhe ty të kanë bërë për veti me ushtru sportin e gjudës? Më e mira që më thonë për gjudës është disiplina, që e fiton edhe nëse e ki, po kur je në gjudët do të me pas disiplinë maksimale. Më e mira për ty në vërë disiplina, pastaj vinë sende tjera, forcën që e fiton, vullnetin për jetë, më thonë, motivin. Gjithçka pa të mirë për gjudës. Fatës këtë e mirë, që disiplinën e përdor edhe në jetën e përditshme në kuptimin që e the, për shembull kur fillon treningu gjithmonë duhet me qenë pak më herët për mu përgatit, pra që disiplinën sportive e përdor edhe në jetë thëm personale, me familjar, me shok, me shoqe, për mos më vonu ose me kone saktë kështu me radhë, apo veç në por mos më vonu, mos me kone saktë jam kështu me minuta jam, me sekonda. E për disiplinë, normal, du të me majtë, me gjithë njëjtë. Normalisht, ato që ka bën fush besoj reflekton edhe në judo po edhe tek njerëzit. Mirë, na dhe pak a shumë një shembull, po qysh është ajo thirrja nëse më thon mesazhin për dikën që don me u marrë me sportin e judos. Një herë me ardh ndoshta veç me pa pak a shumë, me u njoftu edhe pastaj me kriju çfarë dëshirën për judo. Ata që dojnë më marrë me judo ose me sport luftarak, në fillim ç'po thua ti, hajde këqyre a je për çat sport, edhe nëse je, mos më në 2 herë a mos me shku apo lëndona ajo, veç vazhdo përpara, ushtra dhe mundesh me mbri këtë ëndra çka don. Çka është interesante, edhe na që diskutojmë pak a shumë, është që vajzat i kemi shumë suksesshme në sportin e judos. Duke di që si sport po konsiderohet pak i forcës, pse sipas teje a ke mujt me pak a shumë thëmë me analizu ose me bu një krahasim pse vajzat janë, është ndoshta kjo që gjinia femërore është ma kërkuese, ma kokëforte në kuptimin që me arrit suksese, apo ndoshta për në me u përshtatshë ky sport me vajzat? Nuk, me thonë drejtën, mendoj që përkushtimi edhe vëmendja kur je në ushtrime, tatami, po? Po, në tatami. I di do sa në dhëne. Kur je ato, mendoj që të bën mi menu dësene, mi këqy qysh po bëhet, qysh muj me bëhet që ta, edhe normal për teknika, prej ushtrime, prej këtë sene, besoj që vine edhe rezultate ndryshme. Pa diskutim, edhe për që ato po vazhdojmë pas rezultatet më të mira në sport dhe krenaria e këtij shteti më përmendja që është sporti i judos. Mirë, a ka ndonjë diçka interesante që mundesh më na tregu për garave të ndryshme që të kanë ndodhur, sepse kur ka udhëtime mund të më pas vonesa të ndryshme edhe fluturime edhe të udhëtime dhe gjëra ndryshme, diçka që kur flet me dikon për shembull edhe me mua, ki qef me përmend diçka interesante, ndoshta gjatë garës, po që s'është lidh me garën. A ka pas një rast interesant tonë? Deri më tash jo, nuk ka pas.
Që gjithmonë me ko. Okej, Gjithmonë me ko. e përkushtuar. Mirë se po besoj që këtu gjana sidomos kur ka udhime, kur ka prezantime të shtetit, mund me ndodh gjana ndryshme. Mirë, Ana, ka diçka që s'tum pyete don me na tregu vet përveç këtyre sana ndoshta kum harru dhënë diçka me vet. Jo, krejt. Okej, krejt mirë Krejt është. në rregull. Okej, kalove mirë në intervistë? Shumë mirë. Janë mirë, po ma përmend që kemi mu ritaku pra bashk, kemi me fol me ty, me suksese tjera, me suksese treja, të uroj shumë shëndet, të uroj suksese edhe shpresoj që prap në studion e Sportonit, në studion e Urban FM-it, me na ardh me medalje të gjudës, edhe suksese tjera të tuat, por edhe të Kosovës. Faleminderit shumë për juve, shpresojmë. Patjetër. Ishe me Ana Sopjanin, judistën e cila u kthye nga Grand Prix e Slovakisë me 2 medalje dhe ne ka sjellë tu në studio. Folëm edhe pak për karrierën e saj, e cila po besoj shumë me përkushtimin që ka me qenë haloma e suksesshme, edhe ka me pru edhe më shumë medalje shtetit tonë. Ka të përgjithësi intervistë takojmë pra bashkë. Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte.